Cilën kemi kesh nga Big Brother që e ke? Shiko, kemi follow me disa në Instagram, reaction, ju dërgoj reaction, po kur flas, do me thënë bëj muhabet, të gjendë mirë shumë me Edisën, kështu që po, Edisa është një vajzë danoqe, si thonë këtu në Tiranë dhe e vlerësoj shumë, e kam shumë gjanë. Darkën e ngjalleve e ke ngrënë me mirë, në fakt. Ti me stilin po pushesh më shumë, si lindi ky bashkëpunim artistik edhe mirë që do i thoje tani, se po qef. Mirit, çfarë do t'i thoja? Shiko, me Mirin kemi ndarë rrugtimin bashkë në Big Brother, kemi nejtë goxha bashkë, kemi shoqëri të përbashkët me Mirin dhe është një djalë shumë i mirë, një qytetar shumë i mirë dhe patjetër kemi një raport shumë të mirë bashkë. Po, kimia me Stinën? Ndërsa me Stinën lindi çdo gjë spontanisht, realisht në studio. Dëgjova ca demo, ca këngë dhe lindi kështu, domethënë çdo gjë, nuk ma mori mendja, domethënë që do të kishte ardhur një këngë që do dalet tani së shpejti, në të cilën unë do isha përshtatur kaq mirë, me shpirtin e tekstit, e tingujve të Stinës. Me Stinaldon do bëje 2 këngë, mos gaboj. Si po shkon ky projekti, sepse e keni bërë një plan? Me Stinaldon nuk kemi folur, por besoj që do jetë mundësia ku edhe mund të diskutojmë, mund të flasim, mund t'i lejmë ato inatet mbrapa. Keni inate? Unë jo, unë personalisht jo. Jam një person që nuk ushqem me inate, të them të drejtën. Inat, si kur t'ka marrë inat, me qenë si jemi tek inati, si kur t'ka marrë pak inat Rogerti, ka ngel pak hatri. Po Rogerti sot të do, pastaj nuk të do. Po, shok distancë mes jush. Nuk është e vërtet, absolutisht. Rogerti është një njeri që tani të ka shumë gjanë, pastaj të thot, po jo moj motër, po kështu nuk bën moj motër. Po le moj motër se ti e kot moj motër. Kështu që Rogerti, e bukra e Rogertit është se o do t'a duash o nga njëherë dhe urren. Kështu që... Në qa faze je tani? E urren apo e do? Jo, ma jo. E kam gjanë Rogerti. Nuk është aq i keq sa është dukur aty. Hajde. Çfarë t'ka mbetur nga Big Brotheri që nuk ta merr dot askush? Besoj që në Big Brother e kam përcjell atë Juelën me vlera, me besim të fortë, dhe që çfarëdo gjë të ndodh në jetën tënde, ti duhet ta kesh guximin të qohesh dhe të japësh mundësinë vetes tënde për të besuar në atë që ti do të arrish. Okej, tani ka ardhur momenti të bëjmë disa pyetje të shpejta, të bukura dhe të shpejta. Më pëlqen kjo, më pëlqen. Do ta bëjmë një gëzuar. Hajde një gëzuar, një herë për ty. Gëzuar, edhe për pushime on top. Je gati po ose jo? Ki refrezuar do një bashkëpunim që sot të vjen keq? Jo për momentin. I ki pranuar të gjithë bashkëpunimet? Po punojmë, jemi në tratative sipër. Je xheloze në dashuri? Pak. Janë më shumë xheloze se sa jam. Bën më shumë xheloz, po jep shkak ti për të bërë xheloz apo? Jo. Je besnike? Jam shumë besnike. E fal tradhtin? Qa pyetje e vështirë kjo. Pa. Nuk besoj që do ta falja. Je hakmarrëse? Jo. As pak. Karma? Nuk mbaj natë. Ndoshta bravo. Leja karmës? Leja karmës. Unë nuk jam fare hakmarrëse. I lexon komentet negative? Vërtetën? Jo. Të them të drejtën. E di kur i kam lexuar komentet negative ditën e parë, të nesërmen kur kam dalë nga Big Brother. Dhe aty e kuptova realisht sa njerëzit, domethënë më vjen keq sa të frustruar janë. Ki bler ndonjëherë followers? Gjë që e kanë bërë shumë mica? Unë nuk kam bler. I ke reale? I kam real. Dhe gjëja më e rëndësishme është që të ndërtosh një audiencë reale. Do lije muzikën për një karrierë televizive? Të pëlqen televizioni? Mund t'jep ndonjë nder e hapur. Në televizion do më pëlqente më shumë të merrja pjesë në ndonjë program, për shembull, ku ka të bëj, pse jo. Gjithmonë me atë pjesën e artit, kënga ose
kërcimi, Dancing with the Stars, juriste. Dancing with the Stars. Do më pëlqente shumë, Do të sepse është një program shumë energjik, të isha konkurrente. Moderim nuk e di, nuk do ta gjeja veten në moderim. Tani duam të dim, se kemi lënë për në fund. Çfarë do të dish, më e dashur lej, çfarë do të Zemra jote, se ti ke thënë në bik që ke qenë e dashuruar. E ke thënë këtë? Unë kam thënë në bik që jam e dashuruar. Pa, je lidhur. Jo, nuk jam e lidhur. Jo? Jo, nuk jam e lidhur. Çfarë do të ketë një mashkull për ty? Që të ta rrëmbej atë zemër single? Nuk i bëj gjërat me plan. Por do t'jetë një mashkull që më jep shumë siguri. Po. Pushimet ku do i bësh? Me qenë si jemi në pushime on top? Për momentin, besoj unë këtë verë do bëj vetëm gjëra shumë të vogla, ndonjë fundjavë. Pushimet besoj do t'i konsiderojmë pas shtatorit më tutje. Në Itali? Edhe në Itali më pëlqen shumë jugu i Francës, Spanja më pëlqen, edhe ndonjë ishull nga dimri. Që të zhdukesh, të reflektosh, të inspirosh dhe të rikarikohesh. Faleminderit Joela, të uroj shumë suksese, je shumë e mirë dhe realisht unë i kam dëgjuar disa këngët që ke bërë ti një demo edhe janë crème de la crème. Faleminderit shumë e dashur. You're the best.